Halil Budakova rikthehet fuqishëm pas disa viteve me filmin Djelmoshat e rrezikshëm. Ky projekt i shumëpritur shënon jo vetëm kthimin e tij në skenën kinematografike, por edhe ringjalljen e një pasioni që ka pritur kaq gjatë për me u materializu. Në këtë histori do të gjeni intervista ekskluzive me aktorët kryesor, rrëfime të veçanta nga prapaskenat, emocionet e para të premierës dhe detaje të pazbuluara rreth krijimit të filmit. Një rikthim që premton të sjellë adrenalin, nostalgji dhe energji të re në kineman vendore. Prive. Hera e fundit kur është fol për premierën e filmit Djelmoshat e rrezikshëm daton 25 vite para. Një film shqiptar në regjinë e Halil Budakovës, që në thelb është aksion dhe trajton tema të ndihshme, është ajo me të cilën publiku mbërthye para ekranit. Për suksesin e këtij filmi mund të flet secili që i takon gjeneratave të paraluftës. Fatmirësia është se Djelmoshat e rrezikshëm nuk janë vetëm personazhe të para 25 viteve, por janë rikthyer këtë të mërkur në versionin e dytë të filmit. Filmi në regjinë e Halil dhe Merita Budakovës zbarkoi në Prishtinë dhe për ta parë u mblodhën qindra njerëz. Tash jo vetëm gjeneratat e paraluftës, por edhe ata pas. Kohën kur u shfaq Djelmoshat e rrezikshëm pjesa e parë, domethënë ka thyer gjitha rekordet. Shpresoj që edhe rikthimi i Djelmoshave prap do t'i thej rekordet. Jemi mundu me bë më të mirën të mundshme. Gjithçka që po ndodh realitet, ta sjellim përmes ekranit për shikues tanë. Duket punë e lehtë, po në thellësi është shumë punë e vështirë. Jo mundu me ndihmu jashtëzakonisht shumë gjithçka që Lili ka pas nevojë, sepse me të vërtet është shumë punë e lodhshme, e vështirë, po është punë shumë e lezetshme dhe këndshme. Kur pisho tash rigjerimet që kemi bë, beso po mungojnë ato ditë që kemi xhiru, po edhe jemi kënaqshëm. Filmi është aksion, trajton tema si prostitucioni, trafikimi, droga e dhuna. Është një film që në thelb është mjaft i ndihshëm, por është i mbështjellë profesionalisht me aksion. Halil Budakova po si regjisor është edhe aktori kryesor në film. Krejt çka vëri në dyshim Halili për këtë film është aftësia e tij për të rrahur si pjesë e rolit. Ka qenë pak si humor, ka qenë sepse pak ndikon, ka qenë pak si humor, po faktikisht në atë kohë isha 20 e pak vjetë, tash jam 50 vjeç, është normale që po s'po më duket që ka dalë keq, se di, ta shohim. Pjesë e Djelmoshave të rrezikshëm në versionin e ri të tyre është bërë edhe aktori Mensur Safqiu. Pjesëmarrja e tij në film post profesionalizmit dëshmon se disa gjëra në jetë bëhen për hatër. Unë jam pjesë e këtij filmi shkaku i zellit edhe punës të Halilit. Edhe Halilin e konsideroj një punëtor të palodhshëm, i cili me dhimbjet e nën lëkurës e jashtë lëkurës ti, në këto kohë ja del me bo një film kaq të madh dhe të mirë, pa marrë pare prej tatimeve të popullit, prej ministrive, po me vetë angazhimin e tij, e kjo punë është për mu vlerësu. E unë në jetë në qoftë se du diçka i du punëtorët. Halilin e konsideroj një djalë shumë zellshëm, shumë punëtor, e asnjëri prej neve në punë, në profesion nuk jemi perfekt. Po ky djalë është hyjë rrugët shumë të mirë dhe ky është shkaku pse jo. Edhe kom pas super bashkëpunim, shumë profesional, edhe kjo është krejt. Po shpresoj, e unë Halili e di që edhe me ato filma, e ka mujtë edhe Gladiatorin, dëgjova se po vjen edhe Avatari, e di që edhe Avatarin ka me mujtë. Castingu i filmit përmban emra të njohur në skenë e aktorë të rinj. Ka ardhje nga Kosova, Shqipëria e Italia. E bukura qëndron në harmonizimin e secilit me njëri tjetrin e adaptimin në mënyrë perfekte në rol. Jena munu me majt pak ngjarjen, po ka qenë shumë e pamundshme. Kena kriju një ngjarje të re, gjithmonë të rujt personazhin kryesor tonin që ekzekutohet për Halil Budakovës. Ka pasur aktor të ri, ka pasur aktor nga Italia, ka pasur aktor nga Shqipëria. Në film flitet gjua shqipe, flitet gjua italiane, flitet gjua serbe, pra është film shumë gjuhësor, është film evropian mujna me thonë. Sfida më e madhe, xhirimin në një jahtë, na kosovarët neve na zë deti na bëjnë në Shqipëri, e na zuri pak deti.
Pjesë e filmit u bë edhe Pauli, që vitin e kaluar në Kosovë erdhi përmes Big Brother VIP Kosova 3. Historia dhe lidhja e tij me djalmosha të rrezikshëm dëshmon rëndësinë e këtij filmi ndër vite. S'kam pasur 10 vjet të burr. Kam pas malli. Për mua ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë se kur shfaq filmin unë kam qenë vetëm 10 vjeçar. Dhe tek mas një moshë të caktuar kam po filmin edhe tashti mas 25 vite me qenë pjesë e këtij projekti, është një ndjenjë shumë interesant që e falenderoj Zotin Vasfaj që më ka dhënë kjo mundësi edhe Alili që na ka dhënë këtë mundësi me punu bashk edhe me vazhdu historinë e djalmoshave të rrezikshëm. Djalmoshat të rrezikshëm ka me pas gjithmonë, kështu që të shohim si do të shkojnë. Merita dhe Halili po përgatisin edhe diçka. Ka 20 vjet gati që më largu për qytet. Ku në gjithë që të si, oqe. Uaje! Me thonë, projekti i radhës do t'jetë një film zhandër i luftës. Po presim tash. Dhe suksesin e korrin e ja dedikojnë njëri tjetrit. Për mu familja e përmenda për herë të parë dhe Familja e fort. do t'jemi deri në fund bashkë. Faleminderit.